بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد ما من الله تجيت من الشيش بدأ شربلوتت باكي ذا بكيمة الله تشوف شو مدرقون أنتي محمد صلى الله عليه وسلم ذا بديت أسئلة عندك ذا بسنة تدير نتيجة جكيمة نروح غزة بسمتار واجدهم هذا صنت من لين الله me historitë e Kur'anit familjarët ku edhe sonte do të flasim për një histori e cila është po ashtu dobiprurse dhe që ka urtësi të shumta në të. E kjo është historia e Lukmanit të urtit e ka quajtur Allahu Azza wa Jalla në Kur'anin familjar. Allahu Azza wa Jalla thotë: "Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah." Al-hikmata an yashkur lillah. Ne thot I dham Lukmanit urtësin e më pas I tham atij falendero Allahun Azza wa Jall. E urtësia është çelësi I suksesit të diturisë. Nuk vlen dituria nëse në të nuk ka urtësi. Nuk ka dobi të qenurit I ditur nëse ti nuk përdor urtësinë e diturisë. Dhe Allahu Azza wa Jall pikërisht prandaj ka zbritur detyrinë që njerëzit të pajisen me urtësi dhe jo ndoshta me anë të durisë së tyre të bëhen me ndëj apo kryeneç apo kryelart apo përbuzës ndaj të tjerëve. Më pas Allahu Azza wa Jall thot e kur Allahu të dha ty urtësinë, pra ti je prej atyre që e falenderon Zotin. Pra dha Allahu Azza wa Jall një mirësi, kështu që ti më pas falenderoje Zotin tënd. E kjo në çdo mirësi që Allahu Azza wa Jall na ka dhënë neve, ne duhet jemi padyshim falendërues ndaj atij I cilit pra na ka dhënë neve mirësitë padyshim të shumta edhe të panumërta. Tregohet për Lukmanin se ai edhe pse nuk kanë hadithe të sakta, ai ishte njëri pra ezmer me ngjyrë dhe tregohet që ka qenë edhe rob, por të gjitha këto janë israeliate, nuk janë hadithe të vërtetuara nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë janë hadithe, pra tregime të treguara nga librat e mëparshëm. Dhe thuhet gjithashtu që ka jetuar në kohën e Daudit alayhi salam. Biles kur Allahu Azza wa Jall e bëri profet Daudin alayhi salam dhe I dha atij, domethënë që të punonte hekurin me duart e tija, Lukmani prezantonte tek profeti Daud dhe nuk e pyeste atë se çfarë është duke bërë dhe priste që ai të përfundonte punën dhe të shifte se çfarë po bënte. Dhe Daud alayhis salam çuditej nga urtësia e Lukmanit dhe durimi I tij. Dhe I thoshte: "O Lukman, se është e mundur që ti bën pra këtë lloj durimi dhe nuk pyet se çfarë nuk e bër." Dhe I thoshte Daud alayhis salam për Lukmanit: "Ty më të vërtet të është dhënë urtësia." E thoshte Lukmani: "Me të vërtet shumë njerëz e njohin urtësinë, por pak e praktikojnë atë." Dhe ne e dim shumë gjëra, por pak I vëmë ato në punë. Kemi shumë dituri për shumë çështje, por pak I praktikojmë ato. E dim që s'do të bëj për shembull gibet, s'do të më gënjy, por biem gibet, biem në gënjeshtër. E dim që duhet me ul shikimin, por shikimi jon shkon ke harami. E dim që veshja jon nuk duhet të ngjoj haram, po prap veshja jon shkon ke harami. Pra I dim shumë gjëra, por nuk përdorim urtësinë e punimit me diturinë që Allahu Azza wa Jall pra na ka dhënë. Më pas Allahu Azza wa Jall thotë: "O man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi." Ai I cili me të vërtet bën falënderim Zotit, me të vërtet ai e bën për veten e vet. Dhe I kthehet pra falënderimi që I bën Allahu Azza wa Jall, I kthen Zotit pra në mirësi. O man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Ai I cili e mohon Allahun Azza wa Jall, pra I bën kufur Allahut Azza wa Jall, Allahu nuk ka nevojë për të dhe është ai I gjithëposhteshmi dhe I falënderuari nga gjithë krijesat. Më pas Allahu Azza wa Jall përmend për Lukmanin kur ai e këshillon djalin e tij. O idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah.
Dhe kur Lukmani pra i tha djalit e tij, dhe ai thot e këshillonte atë. Ja bunayya la tushrik billah, o djaloshi im, mos i bëj shirk Allahut. E filloi këshillën me gjën më të madhe, që mos të adhuroj dikën tjetër përpos krijuesit të vet. Dhe filloi këshillën e tij me gjën më të rëndësishme, që është adhurimi i Zotit të vetëm, i cili ka krijuar pra gjithçka. Inna shirka la dhulmun adhim. Se më të vërtetë shirku është zullumi më madhështor, më i madh. Më pas Allahu Azza wa Jall tregon në Kur'anin familjar në këto ajete: "Wa wasayna al-insana biwalidayni hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Dhe ne thot e këshilluam dhe e urdhëruam pra njeriu që me prindërit e tij, të cilët nëna e tij thot e mbajti atë thot etap pas etape me mundim pas mundimi, dhe ushqeu atë thot më pas thot duke i dhënë atij gjë 2 vite rresht, i tham njeriu pra falenderoje Zotin tënd, anishkur li wali walidejka, dhe falenderoj edhe prindërit e tuaj, të cilët pra ata ishin që u kujdesën për ty kur ti sapo kishe lindur, dhe nuk kishe mundësi pra që të kujdesesh ti për veten tënde, por Allahu Azza wa Jall pra ti saktoi 2 prindër që ti të kesh çdo gjë që ke nevojë pra të ofrohet ty. Ilayya al-masir, thot Allahu Azza wa Jall, se me të vërtet tek unë është kthimi apo rrugtimi juaj. Pra sado që të jetoj njeriu, padyshim që duhet me qenë falendërues ndaj Allahut Azza wa Jall, duhet me qenë falendërues ndaj prindërve të tij, se me të vërtet kthimi është padyshim tek Allahu Azza wa Jall. Në këtë ajet nuk përmendet që Lukmani i kishte thënë djalit e tij më falendero mu apo më respekto mu. Dhe kjo domethënë se nuk i takon dhe nuk i shkon për shtat dikujt i thot djalit të tij që më falendero apo më respekto. Por prindi i jep këshilla të përgjithshme dhe është fëmia i cili e fiton respektin ndaj prindit dhe e respekton dhe falenderon pra prindin. Jo t'ja kërkoj prindi që më falendero mu apo më respekto mu. Më pas Allahu Azza wa Jall thot: "Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Dhe në qoftë se prindët tuaj të luftojnë tyve apo të urdhërojnë tyve për të bërë Allahut Azza wa Jall shok, ti thot Allahu Azza wa Jall mos ju bind atyre në këtë gjë që Allahu Azza wa Jall pra ka ndaluar, apo në diçka që Allahu Azza wa Jall pra ka ndaluar, qoftë e shirku, pra adhurimi i Zotit i dikujt për zotëve të rrem, apo urdhërimi në gjërat që Allahu Azza wa Jall i ka bërë të ndaluar. Më pas Allahu Azza wa Jall thot: "Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa." Por ti me prindërit të tuaj sillu mirë përderisa ata janë gjallë, qofshin ata edhe jo besimtar. Qofshin ata që nuk e adhurojnë Zotin e vërtet, qofshin ata që adhurojnë drurët, gurët, qofshin edhe mohues të gjithçkaje. Për shkak kjo se janë sebeptarët pra të cilët ti je sot në këtë dynja. Dashje pa dashje, prindërit tanë janë sebeptarët që Zoti ka caktuar që ne të vim dynja. Janë ato sebeptarët që në kanë rritur, në kanë ushqyer, në kanë mbajtur dhe jemi ne këtu ku jemi sot. E prandaj Allahu Azza wa Jall thot pra mirësinë që ata kanë bërë ty, mos e kthe pra me mohim apo me keqtrajtim. Wattabi' sabila man anaba ilayh. Dhe Allahu më pas thot dhe pasot ti rrugën e atyre të cilët thot janë në rrugën e Zotit. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Se më të vërtetë kthimi juaj më pas është tek unë, e unë do t'ju tregoj juve se çfarë ju kishit vepruar pra në dynja. Më pas Lukmani i drejtohet përsëri djalit të tij ku thot: "Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi as-samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah." O djali im, thot Lukmani i urti
i thot djalit të tij, dije se ajo vepër që ti vepron, qoftë ajo sa një grimc pra e elbit apo e melit, më thonë, një gjëja më e vogël që ti mendon se ke vepruar, nëse ajo ndodhet në mes të shkëmbit, apo ajo ndodhet në qiell, apo në tokë, dije se Allahu Azza wa Jall vjen me atë vepër që ti vepron, qoftë ajo pra edhe sa grimca e atomit. Pra mos e nënvlerëso ti veprën, qoftë ajo pra edhe kaq e vogël. Inna Allaha latifun khabir, se me të vërtetë Allahu Azza wa Jall është bujar, është i urtë, është i kujdesshëm me njeriu, por edhe i gjithdijshëm dhe din se çfarë ju veproni. Më pas Lukmani drejtohet djalit të tij me gjën më të rëndësishme që ka besimtari. Ja bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. O djalim, falet e namazin në mënyrë të vazhdueshme. Pra fali gjatë gjithë kohës, të gjitha kohët që Allahu Azza wa Jall për të ka caktuar, varet sa kanë pas ato, asaj kohe. Por çështja ku Allahu Azza wa Jall thot aqim, pra në mënyrë të vazhdueshme. Jo siç bën një pjesë e jonë, domethënë mund të fali xhuma apo vjen një herë për Bayram. Kjo nuk është falje namazi. Namazi është që ti të falësh 5 kohët në ditë dhe të jesh pra i vazhdueshëm në këtë rrugë. Më pas e urdhron duke i thënë o djalosh, o djalim, pra urdhëro për mirë. Pra jo vetëm për vete, por këtë gjë që unë po të këshilloj për të cilëllia edhe të tjerëve. Edhe ndalon nga e keqja. Pra ti jesh njeri i dobishëm edhe për njerëzit e tjerë. E më pas i tha atij wasbir ala ma asabak, e bëj të durim në atë që të kanose ty. Edhe kjo është po ashtu një nga çelësat e veprave, se shumë njerëz mund ta bëjnë një vepër për një kohë të caktuar, ama nuk e kanë sabrin dhe durimin ta vazhdojnë atë vepër. Apo shumë njerëz mund dinë që bërët e një vepër është mirë, por nuk arrin që të përballojë atë lloj mundi, atë lloj vështirësie. E nga ana tjetër, shumë prej njerëzve nuk durojnë për shembull fjalët e njerëzve. Po të vish ke xhamia do të flasin njerëzit, do të thonë, ama në ti shkove ke xhamia, dhe nuk bën durim për në këtë rrugë të Zotit, e cila është me të vërtetë e vështirë, nuk është baçë me lule. Edhe pse është e kollajshme, por janë to çytjet, qoftë ajo të njerëzve, qoftë ajo të shejtanit, të cilët pra kërkojnë prej nesh sabër dhe durim. Inna dhalika min azmi al-umur, me të vërtetë kjo është pra prej gjërave të rëndësishme dhe themelore, pra bërje durim. Wala tusahhir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha, e kur ti flasësh njerëzve, fol atyre në mënyrë të drejtë për drejtë, foli duke i parë në fytyrë, jo duke e anuar kokën ti dhe duke i folur atyre me përbuzje dhe me mendimallësi, siç mund bëj, më thonë disa që mund të kenë pushtet apo mund të kenë pasuri, apo thjesht është kot budalla me një madh, më thonë. Kryenet kot që i flet njerëzve duke shtrënuar qafën. Pra duke treguar mendimallësinë, kryelartësinë e vet, domethënë. Pra i mësoi djalit të vet sjelljen dhe edukatën që të ketë njeriu me njerëzit, dhe as në tokë thot kur të ecësh mos ec me qoftë ajo domethënë me mendimallësi, qoftë ajo me shpejtësi, po ec ti në formë që nuk qortohet tek njerëzit, por është pra një lloj ecje e thjeshtë, pra jo me kryelartësi. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, se me të vërtetë Allahu Azza wa Jall nuk i pëlqen ata të cilët pra dhe nuk i don ata të cilët janë përbuzës apo mendje mdhënj. Waqsid fi mashyika waghdud min sawtik. Edhe më pas Allahu Azza wa Jall po ashtu i thot, eci në formën e duhur dhe gjithashtu mos e ngri zërin. Inna ankara al-aswati la sawtu al-hamir. Se me të vërtet, në qoftë se do të kishte dobi në ngritjen e zërit, to do të ishte i dobishëm zëri i gomarit. Pra nuk ka dobi në ngritjen e zërit
por njeriu pra duke flasi me edukat, flasi me zë të ulët që e kuptojnë njerëzit dhe jo me xhebër, apo jo me të nxehur, apo jo me trysni ndaj të tjerëve, apo jo duke ngritur zërin kot. Se nëse do kishte dobi, thot Allahu Azza wa Jall, do të ishte shuar gomari, duke qenë se ka zërin më të lartë se shumë njerëz, por gomari është shuar për zërin e tij, por që nuk ka dobi. Kështu që ne lutem Allahun Azza wa Jall, kjo është historia e Lukmanit. Ne lutem Allahun Azza wa Jall që ta bëj për atyre të cilët nxjerrim urtësi nga historia e Lukmanit, dhe për Lukmanin një pjesë e dietarëve thonë që ka qenë profet, por mendimi më saktë është që ai ka qenë një njerëz adhurues i madh i Zotit. Adhurues i madh i Zotit, edhe Zoti e ka përmendur në Kur'an për shkak të urtësisë, që është pra dituria bashkë me praktikimin. Dituria bashkë me praktikimin e asaj që ti din. Ne lutem Allahun Azza wa Jall që na bëj për atyre të cilët ndëgjojmë histori nga Kurani dhe i zbatojmë urdhresat dhe këshillat që Allahu Azza wa Jall, pra urdhresat që Allahu Azza wa Jall na urdhron, dhe largohemi prej atyre gjërave që Allahu Azza wa Jall na ndalon. Allahu e shpëlbej gjithë të mira.